Nëse do t'ju thosha që koha nuk ekziston, ju do t'a besonit? Normal që jo, por po sikur t'jetë e vërtet. Dhe po sikur në testin që do t'a bëni vet ju, që do t'ju them sonte, testin me 2 ora, ju nga sonte do ndryshoni mendimin jo vetëm për këtë, pra për kohën që nuk ekziston, por do të ndryshoni mendimin për sa i përket teorive që thot Nadir Mura. Okej? Jam i bindur për këtë. Nuk jam fizikant, nuk jam shkencëtar, por kam lexuar shumë dhe tani do t'ju surprizoj me disa gjëra të rëndësishme që duhet të dini. Së pari, dua të them që, së pari një që është e rëndësishme, kush nuk i ka bërë ende like faqes, do t'i lutesha, t'i bëj like faqes, nuk kushton asgjë dhe faleminderit që jemi për bashkë. Po thosha, dhe faleminderit gjithë juve që komentoni çdo video dhe do t'ju lutesha të komentoni në këtë video, sepse në qoftë se ne jemi pjesë e këtij planeti, në qoftë se ne nuk kuptojmë këto gjëra të rëndësishme, në këtë rast edhe për kohën, qoftë se ekziston, nuk ekziston, çfarë ndodh kohës, atëherë nëse ne nuk kuptojmë çfarë kuptimi ka jeta, ne do t'ikim nga kjo jetë është sikur ne të mos kishim ekzistuar kurrë. Kështu që unë mendoj që secili duhet të informohet. Apo jo, ju çfarë mendimi keni? Kështu që do t'ju them pra se çfarë testi keni për të bërë. Së pari, do bëni 2 ora si kjo, si këto këtu. Orat, që është e vërteta, është mirë që të merren ato orat e dikushme që banin baballarët tanë në për xhepa, orë xhepi, do ishte mirë, por edhe këto ora nuk ka problem. Sepse edhe këto ora e tregojmë, por e tregojmë pak më me vonesë. Çdo të thotë kjo. Do merrni 2 ora. Dhe do t'ju them pastaj prisni, sepse do t'ju flas pastaj për kohën e tjerë dhe çfarë të reja janë zbuluar kohët e fundit. Atëherë do bëni 2 ora. Kjo është e djali dhe kjo është imja. Kështu që atëherë do bëni 2 ora. 1 orë do ta lini poshtë. Pra, orën time po e lë poshtë. Okej? Dhe ora tjetër duhet të rri lart. Okej? Kështu që 1 orë e lini lart, por të ketë ju duhet të sigurojeni që të ketë të njëjtin orar. Okej? Të jenë perfekte. Pra, të jenë ora të dyja këto që ecin në mënyrë ta kenë baterinë të re dhe të ecin rregullisht kur i lë bashkë në një vend. Pra të ecin të rregullta. Në një mos iki një më përpara dhe një më pas. Pasi të keni marrë këto 2 ora, të thash, 1 orë e lini poshtë. Pra ta mbaj dikush poshtë, të tjetrën ngjituni sa më lart. Pra më lart, po them për shembull në lartësi të mëdha, në një pallat apo ku ta di unë. Edhe më lart ndoshta akoma. Dhe do shikoni që pas disa orëve, sepse sa më lart ecën dhe aq më ndryshim ka ora. Por do t'ju them se çfarë ndryshimi ka. Pra sa më lart ecën dhe aq më shumë ndryshon. Në qoftë sektor do ta çojmë 20 metra lart, do t'i duhen 10 orë apo më shumë ndoshta që të eci rreth 6 apo 7 sekonda më shumë. Në qoftë se do shkojmë akoma më lart, për shembull 10.000 metra, do shikoni që do t'jetë kjo orë që është më sipër, do t'jetë akoma më përpara. Dhe sa më lart ecën, aq më përpara ikën kjo orë. Pra, kjo ikën më me shpejtësi dhe ora që rri poshtë ikën më me ngadalë, pra ecën më me ngadalë. Çdo të thotë kjo. E para, që është e rëndësishme. Kjo orë, pra ora që është poshtë, është e adoptuar për planetin Tokë, sepse e di që do kush nga ju që është edhe ekspert do thotë, po, ajo ora që gjendet në planetin Tokë, sepse është kjo graviteti i Tokës. Dakord. Por ka një problem. Kjo orë është përgatitur për këtu, për në planetin Tokë. Ne nuk kemi nevojë për këtë orë, absolutisht jo. Sepse kjo orë është vetëm për të matur kohën sipas mendimit ton në këtë planet. Sepse në qoftë se merr këtë orën dhe shkon në Mars, apo në Mërkur, apo në një planet tjetër, nuk do eci me të njëjtën kohë që ecën në këtë planet, pra në planetin Tokë. Çdo të thotë kjo, do të thotë që kjo orë është e pavlefshme. Hive, është e pavlefshme, sepse nuk jep kohën e duhur për në të njëjtët planet. Pra, më falni,
në të gjithë planetet. Pra, në qoftë se ne me të njëjtin orë, këtë orë që kemi në dorë, do shkojmë në Mars, e kemi në tokë, do shkojmë në hënë, apo ku ta di unë, kjo orë nuk tregon të vërtetën. Atëherë, kjo orë është e pavlefshme. Numri 1. Pra, ora në planetin tokë është krijuar për në planetin tokë dhe është e pavlefshme në planetet e tjerë. 1. Tjetra që është e rëndësishme, ashtu si thash dhe më përpara, dikush që është ekspert do thotë po, sepse graviteti tokës ka tërheqje dhe kjo tregon edhe pse ora ecën më me ngadalë. Dakord, por ecën për këtë planet. Pra, edhe planetet e tjerë mund të kenë gravitete më shumë apo më pak, ose mund të mos kenë gravitete fare. Atëherë çdo të thotë, ora nuk ecën, pra, sipas shpejtësisë që ti mendon, sepse ajo orë është përgatitur eksaktësisht për planetin tokë. Okej? Dhe kjo është pika 2. Pika 3. Në qoftë se, ashtu si thoshte edhe Rovelli, pra shkencëtari Rovelli, ashtu si thotë, sepse është ende i gjallë, por si thoshte kur flisni, në qoftë se ne i afrohemi një vrime të zezë, duhet ta dini që vrimat e zeza tashmë janë të konfirmuara. Është në mënyrë shkencore, e kanë gjetur, në mënyrë shkencore, e di që dikush nga ju nuk beson, etj, por unë them në mënyrë shkencore e kanë konfirmuar. Bile edhe CERN e ka konfirmuar që vrimat e zeza ekzistojnë. Dhe tashmë janë reale. Por çfarë ndodh në vrimën e zezë? Është vënë re që çdo objekt që kalon, që përshkon vrimën e zezë, bëhet ajër, jo thermohet, bëhet ajër. Dhe është vënë re që sa më shumë i afrohesh vrimës së zezë, dhe aq më ngadalë ecën koha. Pra nuk është si thash më përpara, që ti, nëse ngjitesh më lart, ora ecën më me shpejtësi. Dhe ti kur je në planetin tokë, ecën normalisht ashtu si kemi programuar ne, pra ecën më ngadalë. Dhe ky është një fakt. Pra, sa më lart, sa më lart dhe larg shkojmë jashtë planetit, aq më shpejtësi bëhet ajo koha. Por çdo të thotë kjo, në qoftë se atje koha ecën me shpejtësi, nuk do të thotë që ne duke ecur atje me shpejtësi, ecim dhe ne me shpejtësi. Jo. Por atje koha duke ecur më me shpejtësi, ndërkohë që atje ti je, për shembull, ke kaluar 7 vjet, si thot për shembull në filmin Interstellar, në qoftë se në atë planet, pra atje ku ke shkuar, në hapësirë, ke kaluar 7 vjet, të mbash mend që në planetin tokë mund të kenë kaluar 20 vjet. E kuptoni? Pra 7 vjet atje, 20 vjet në planetin tokë. Pse kjo? Sepse nuk do të thotë kjo që koha, duke qenë më e ngadalt, ne ecim më me ngadalt. Jo, është anasjelltas. Pra, trupi ynë, nëse ne gjendemi larg, ne nëse ikim në hapësirë, për shembull, një vit, bie fjala, ose 5 vjet, ne jemi, me fjalë, kemi në tokë ka kaluar më shumë kohë. Për shembull, nëse ne do ikim për një vit, në tokë kanë kaluar 5 vjet, për shembull, nëse je larg. Pse kjo? Sepse koha është ndryshe në hapësirë dhe ndryshe në planetin tokë. Pra, atje koha ecën më me shpejtësi. A e kuptuat? Pra, sipër, jashtë planetit, koha ecën më me shpejtësi dhe sa më afër shkon në bërthamën e universit, aq më shumë reduktohet. Pse? Sepse ti ikën me shpejtësi, por ka shpejtësi e madhe sa reduktohet materia ose koha dhe koha nuk ekziston më. Pra shkon në zero. Arrin në zero aty ku ka lindur koha. Nuk e dim kuptoni. Pra, sipas teorisë, jo vetëm Rovelli, sepse kjo është teoria e relativitetit të Einsteinit, por ai e kishte parashikuar 100 vite më përpara, në kohën e tij, mirëpo Rovelli, sot profesor Rovelli, e thot në mënyrë publike, si thash, që koha nuk ekziston dhe bën këtë eksperiment të thjesht me ora, me 2 ora. Kështu që njëjta gjë që mund të bëni ju. Tani çfarë do të thotë kjo? Dua të them diçka tepër të rëndësishme që të nënvizoj çfarë do të thotë kjo. Së pari, para se të filloj.
Para disa viteve, dy vëllezër që janë dy astronaut, njëri nga këta shkoi sipër në orbit. Tani shkojnë, nuk e di deri ku shkoi, po shkoi dhe jetoi për një farë kohe në orbit. Dhe ndryshoi ADN-ja e tij, pra ndryshoi përbërja e trupit të tij, të dy vëllezërve, që të dyve ju bën testet përpara se ata njëri nga këta të shkonte në orbit dhe tjetri mbeti. Pra në tokë. Kur kthye nga orbita, ai që ishte sipër, ndryshoi ADN-ja e tij, sikur të mos ishte vllai i tij. Dhe ishin ngadalësuar vdekja e qelizave. Po, e dëgjuat mirë. Pra, nëse ngjitesh lart, shpejtësia, që ajo që ti mendon shpejtësia e kohës, jo jotja, e kohës, ngadalëson qelizat edhe pse të duket shumë. Pse? Sepse është distanca e kohës. Pra, nëse se ne kemi kaluar një vit këtu, okay? Dhe këtu, këtë një vit ke kaluar edhe në hapësirë, por në hapësirë, ti një vit që ishte këtu tashmë është 3 vjet, për shembull. Por ti ke ruajtur të njëjtat karakteristika të këtij një viti. Më thjesht se kaq nuk mund ta thosha. Më erdhi shkëlqyeshëm në shqip. Zakonisht kam probleme në shqip. Sepse në trurin tim janë gjithmonë italisht nga konferencat që kemi bërë. Kështu që po thosha, kjo është tepër e rëndësishme. Tepër e rëndësishme pse? Sepse në qoftë se koha nuk ekziston, sepse do kush ai do thotë, po veç më duhet më, unë tani në këtë planet jam dhe nuk mund të dal nga ky planet. Po në qoftë se është gravitacionale koha, sepse nuk është trupore vjen në një moment të dytë, por është gravitacionale, pra impulse, atëre ne mund edhe të ndalojmë kohën me anë të forcës gravitacionale të trurit personal. E di që thash që duken fantazira, do kush ka jo të filloj tani do thotë, nuk po them në atë formë që ta dallosh totalisht sepse është e pamundur. Por duke patur ne senset tona, sepse çdo gjë është vibrim, dhe senset tona janë të programuara për këtë botë kështu, siç e shohim, atëre ne mund edhe të lozim me kohën. Shiko, do t'ju tregoj një përrall. Tregohet që ka njerëz, nuk e di se janë njerëz apo jo, po ka njerëz që tregohet që ata me anë të forcës së mendjes mund të ndalojnë, me fjalë ta ngadalsojnë kohën. Çfarë ndodh me këta? Vireni re. Janë disa njerëz që jetojnë deri në 100 vite, ose ndoshta edhe më shumë. Mënyra e të ecurit, mënyra e të komunikuarit, mënyra e si ta përballojnë jetën, janë gjithmonë gazmor, janë gjithmonë të qetë, nuk janë të stresuar. Si për shembull, do t'ju them një. Clint Eastwood është njeriu më fantastik që mund të takosh ndonjëherë. Ata që e kam takuar, se unë nuk e kam takuar personalisht, dhe është njeri që nuk acarohet kur, është gjithmonë çdo gjë okay dhe çdo gjë zgjidhet sipas tij, dhe vireni re, 90 sa vjeç, 95 vjeç, sa vajti. Dhe ai është i qetë. Si ishte edhe Kirk Douglas, e njëjta gjë, kishte të njëjtin temperament. Bile pati probleme të rënda, sepse e vodhën, e plaçkitën atë produksion e parë që bëri, por ai u rimbëkëm edhe një herë. Pra, është gjendja emocionale, është gjendja shpirtërore, është mënyra e të jetuarit, të gjitha këto së bashku bëjnë që ti me anë të forcës së mendimit, ti ndalon kohën në trurin tënd. Çdo thotë kjo, ti nuk do të ta dish fare. Dhe kjo është tepër e rëndësishme, sepse nëse ju jeni të stresuar, atëre krijon probleme. Shiko, shkencërisht, njeriu prodhon me anë të, nëse është i stresuar, stresi prodhon disa probleme në tru. Dhe këto probleme nuk më vinë tani në Shqip, si t'ja u them. Janë disa, nuk më vinë. Dhe krijon disa, me fjalë, stresi krijon disa impulse, dhe impulset krijojnë disa probleme në tru. Dhe këto probleme shfaqen, pra shtohen në momentin që shfaqen problemet vogla. Dhe stresi e ndihmon problemin e vogël dhe bëhet problem i madh. Nuk e di më kuptoni. Dhe në qoftë se në trurin ton riprodhohet një problem i tillë, pra nga stresi, do të thotë që është psiqike, pra është me impulse, me frekuenca. Dhe nëse e bën këtë me frekuenca që ti
sëmur trupin, atëre kjo më bën që të mendoj që ti mundesh edhe ta shërosh trupin tënd me anë të impulseve. Pra e njëjta gjë por ti e bën paraprakisht, ka ndodhur dhe ndodh shpesher, që ti thua, jo, më çdo gjë do shkoj mirë. Dhe ti je pozitiv dhe kjo ndihmon jetën tënde. Pra koha është tepër e rëndësishme. Tani, ekziston apo nuk ekziston, për ne është e rëndësishme kjo që ju thash tani, e fundit, që njeriu duhet jetë pozitiv. Dhe le ta shikojmë pastaj, nëse është e vërtetë ose jo. Pra duke qenë pozitiv ti me impulset e tua, me forcën e mendimit tënd, ti ndryshon jetën tënde. Dhe kjo është tepër e rëndësishme. Kështu që më thoni se çfarë mendimi keni nëse koha ekziston ose jo, dhe nëse ju ndihmon një argument i tillë si po flasim tani. Pres komentet tuaja. Do t'i lutesha një koment. Më thoni çfarë mendimi keni. Të sforcohemi pak, sepse e di që duket pak kompleks, por të sforcohemi pak dhe të komunikojmë së bashku, duke diskutuar diçka kuptojmë të gjithë dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Kalofshi bukur.